Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Ja se çfarë tregon era e urinës për shëndetin tuaj, mësojeni para se të jetë të vonë. Eliminimi i toksinave nga organizmi bëhet përmes mënyrave të ndryshme. Urinimi është njëra prej tyre. Ngjyra dhe era e saj tregojnë një pak për shëndetin. Ndaj këtu, ne do t'ju mësojmë arsyet pse urina juaj mundet që të vijë erë të rëndë. Në këtë video, ju do të mësoni çfarë do të thotë edhe ngjyra e urinës për shëndetin tuaj. Jeni e dehidratuar. Kur trupi është i dehidratuar, urina juaj është në ngjyrë të fortë dhe gjithashtu mban erë të rëndë. Ushqime të caktuara gjithashtu munden që t'i japin një aromë karakteristike urinës tuaj. Nëse keni ngrënë qep, lakër brukseli, hudhra, salmon ose keni pirë alkool, atëherë mos u shqetësoni për aromën e urinës. Infeksioni i traktit tuaj urinar. Bakteret që shkaktojnë infeksionet urinare janë përgjegjëse gjithashtu për erën e rëndë të urinës. Dhe diabeti i tipit 2 apo niveli i lartë i sheqerit në gjak mundet gjithashtu të shkaktojë përqendrim të amoniakut në urinë, duke i dhënë atij erën karakteristike. Sëmundja gjenetike është një gjendje e rrallë e cila prek më së shumti femrat dhe është përgjegjëse jo vetëm për aromën e rëndë të urinës, por edhe gojës, trupit, sqetullave e të tjerë. Gjatë evolucionit apo shtatzanisë, urina e femrës gjithashtu mundet që të mbajë erë të rëndë për shkak të disbalancave hormonale. Gjithashtu, është e rëndësishme të dimë se çfarë tregon urina për ne. Shumica prej nesh nuk pëlqejnë që të flasim për gjëra të tilla si urina, por në fakt realiteti është që këto sekrecione janë të rëndësishme për shëndetin ton. Me siguri keni pyetur veten të paktën një herë se pse urina juaj është e errët dhe çfarë mund të shkaktojë. Ka disa gjëra që janë të dukshme për të gjithë ju kur urinoni. Mund të jetë më e lehtë për meshkujt të vërenjë kur urinojnë. Përveç kësaj, në qoftë se ka një ndjesi, djegje ose dhimbje kur urinoni, ne mendojmë se duhet të kontrollojmë saktësisht se çfarë po ekskretojmë. Ekspertët thonë se urina është mënyra më e lehtë për të vetë ekzaminuar trupin ton. Çfarë është urina e errët? Nëse ka ndonjë problem diku në trup, do të shfaqet në sekrecionet tona. Ndryshimet në erë dhe ngjyrë janë tregues të drejtpërdrejtë të mos funksionimit të sistemeve tona të trupit. Urina gjithashtu ndihmon për të treguar edhe shtatzanin, një dëmtim të brendshëm ose ndonjë problem që nuk mund të zbulohet nga jashtë. Mund të tregojë gjithashtu inflamacion të traktit urinar ose dehidrim përmes zbardhjes së urinës në mënyrë që të bëhet më e errët dhe më e dendur, gjë që tregon gjithashtu se niveli i kafeinës ose nikotinës në trupin tonë është rritur, veçanërisht tek gratë. Për më tepër, në qoftë se urina juaj ka një erë të çuditshme, atëherë është normale. Ne e dimë se tingëllon e çuditshme, por era e urinës është një tregues mjaft i mirë. Por karakteristika të tjera të tilla si ato të përmendura tashmë kanë treguar se urina juaj mundet që të jetë një shenjë e problemeve shëndetësore. Ngjyra e urinës është ose duhet të jetë e verdhë zbehtë, kjo për shkak se përmban një përbërës të quajtur bilirubin, një përbërës i krijuar nga prishja e hemoglobinës. Por urina ndryshon në ngjyrën dhe gjithashtu është e disa herë e padëmshme, por edhe disa herë shumë alarmante. E verdha e errët. Me që e verdha e lehtë është normale e urinës,
E verdha e errët tregon se një person vuan gjithashtu nga dehidratimi pasi përqendrimi i kripës është gjithashtu më i lartë se sa ajo që ju quani normale. Më pak ujë do të thotë një ngjyrim i verdh më i errët, kështu që është mirë që ju të pini sa më shumë ujë. Dhe nga ana tjetër, nëse urina juaj është në ngjyrë të kuqe, kjo ndryshon nga hija e trëndafilit në të kuqe të errët. Testi mundet të specifikojë gjithashtu ndryshime në urinë, probleme serioze të cilave ju duhet i kushtoni një vëmendje tepër të veçantë, dhe gjithashtu mundet që të keni pikse gjaku të tillë si hematuria. Po ashtu, ky është një problem shëndetësor tepër serioz që ju duhet ta kontrolloni sa më shpejt që të jetë e mundur. Nëse urina juaj mundet që të ketë ngjyrë të kuqe, mund të ndodhë edhe për shkak të ndonjë infeksioni të fshikës, traktit urinar ose uretrës. Gjithashtu sëmundjet e këqija të prostatës te burrat ose fshikëza në të dy gjinit, por njëkohësisht edhe ushtrimet e tepërta mundet të bëjnë që urina juaj të kthehet në të kuqe. E murm e errët shfaqet për shkak të mos funksionimit të mëlçisë dhe kushteve të tilla si hepatiti, bllokimi i ezofagut, tumori apo ciroza, pasi bilirubina shfaqet në urinë. Gjithashtu, kushte serioze si anemia hemolitike ose melanoma munden të bëjnë që urina juaj të ketë ngjyrë kafe. Portokalli. Shumë ilaçe mund të bëjnë që urina juaj të ketë një ngjyrë portokall. Gjithashtu, konsumimi i tepërt i agrumeve ose karrotave mundet që të jetë arsyeja. Urina është një tregues i disa problemeve dhe kështu që kontrolloni her pas here. Nëse vëreni ngjyrë të pazakontë të urinës, patjetër që duhet t'i kushtoni vëmendje. Shumë njerëz injorojnë këto shenja të dukshme dhe rrezikojnë që të preken nga sëmundje serioze. Këto janë simptomat e infeksionit të traktit urinar që çdo grua duhet i di. Shanset për të marrë ndonjë infeksion urinar janë të shumta, sidomos gjatë verës kur trupi juaj bie në kontakt me mjedise të papërshtatshme. Infeksioni urinar është më tepër i rrezikshëm për femrat, prandaj këtu ne do t'ju sjellim disa nga simptomat më kryesore të infeksionit urinar që ju patjetër duhet i dini. Djegje dhe dhimbje gjatë urinimit. Kjo është një nga shenjat më të shpeshta të infeksionit tuaj urinar. Megjithatë, nuk do të thotë se ju jeni prekur përfundimisht nga infeksioni. Djegja mundet që të ndodhë në çdo moment, por kur ajo përzihet vazhdimisht, këtu ndryshon shumë puna. Sugjerohet që ju të pini sa më shumë ujë dhe infeksioni dhe djegja do të reduktohet. Emergjencat për të urinuar. Nëse ju urinoni shumë shpesh, atëherë kjo është një tjetër shenjë e infeksionit urinar. Sigurisht ju nuk mund ta mbani nëse ju vjen për ta bërë, sepse do të ishte problematike. Edhe nëse urinoni, ju nuk ndiheni të lehtësuar. Megjithëse ju urinoni shpesh, ju përsëri nuk ndiheni të çliruar nga ajo dhe keni vazhdimisht bezdisje për të shkuar në tualet. Urinoni gjak ose keni urinë të zbardhur. Nëse ju vazhdimisht urinoni gjak ose me urinë të zbardhur, ky është një problem për ju dhe duhet të vizitoheni tek mjeku. Urina juaj ka një erë të keqe. Nuk është problem nëse urina juaj ka një erë si normalisht, pasi kjo mund të vijë edhe si pasojë e ushqimeve që hani, por nëse era është shumë e rëndë, atëherë po që është një problem për ju. Lodhje ekstreme. Nëse ndiheni vazhdimisht të lodhura, të këputura dhe ju flihet shumë gjumë, atëherë kjo mund të jetë një shenjë e keqe për ju, sapo truri juaj kupton se diçka po ndodh me trupin, kalon në gjendje inflamimi ose lodhje. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajini këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!